Komisioni për provimin e jurisprudencës është jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse ata që kalojnë provimin e jurisprudencës bëhen gjyqtar, prokuror dhe avokat, prandajnë drejtësinë në sistemin juridik të Kosovës. Unë e kam përcjellë si kryetari i Komisionit për Legjislacion, po edhe ne si grup parlamentar atë që ka ndodhur me Komisionin për provimin e jurisprudencës, dhe kam pa që edhe zyra e BE-s ka pas një letër që ma ka dërguar dhe mu kryetares, kryeministres e gjitha institucioneve relevante, ku ka shpreh shqetësim për mënyrën si ndru antartë. Edhe për mu është pak problematike në kuptim të shpejtësisë që kum po të ndrimit të antarëve. Po kjo pjesa e meritave, kjo mbetet me po se ka vlerësu Ministria e Drejtësisë dhe Qeveria që ka pru. Unë do të flas vetëm për një aspekt kushtetues këtu. Kur ndrohem një komision, i bie që shkarkohet komisioni paraprak. Nuk ka pas shkarkim, këtu është gjetur një formulim që është thonë shfuqizohet vendimi për emërimin e tyre që efektivisht është shkarkimi i tyre. Për shkarkim të tyre kërkohet arsyetim individual për secilin person, ka thonë gjykata kushtetuese në rastin e shkarkimit të bordit të RTK-s. Kjo shumicë parlamentare ka pas shkarkuar bordin e RTK-s dhe gjykata kushtetuese ka kthy me arsyetimin që çdo individi duhet me i dhënë arsyetim dhe drejta për me marrë arsyetim të individualizuar është standard kushtetuesi joni dhe i gjykatës evropiane drejtat njeriut, jurisprudenca e cilës dihet që vlen edhe për rastin e Kosovës. Kështu që e shoh problematike pikëpo me kushtetuesen nëse antarët aktual vendosin mu anku, unë e bindën që me precedentin që ekziston në gjykatë kushtetuese tonën, ata fitojnë dhe mund me rrezu këtë vendim. Çka kërkoj është, çka i dashmë ndodhesh që secili antar me pas arsyetim individual. Edhe për shembull ministri përmendën një aspekt, ka pas mospërputhje midis proces verbaleve dhe pyetjeve. Kjo mas ande hynë në terenin penal, nëse ka pos rast tillë, kjo i bën falsifikim i dokumentit zyrtar, nëse dikush e ka bërë në komision, e kështu me radhë. Kështu që dosh me pos arsyetime individuale që unë si kom po në komision, prandaj edhe aty në komision i kom shpreh shqetësime të njëjta. Dhe fundit që po du me e thonë, nështë kjo vlen për zyrën ligjore të kryeministrit. Nuk mundemi me formulu vendimet çështu. Për shembull, vendimi i dytë thotë të fjalëshi zëvendës antar zonja Rozeta Leshaj ndryshohet dhe plotësohet me tok fjalshin zëvendës antar Hysni Ismaili. Kjo teknikë legislative nuk pranohet, këta janë njerëz. Kur thona nuk mund është njërin me fut në tok fjalsh. Ndryshimi tok fjalshit, në kupton kur ndron ti fjali që kanë karakter të foljes ndaj foljes ose pjesë tjera të gjuhës, po jo kur është emri i individit. Nëse emri i individit ti thu, e zëvendësoj filonin me filonin. Nuk mund është me thujt njërin tok fjalësh. Emrin dhe mbiemrin e tij, përkatësinë e tij, shkollimin tok fjalsh. Për këto jam shumë i sigurt se është pjesë e profesionit tim, kështu që një vërejtje për zyrën ligjore, mos i futni njerëz në kuadër të tok fjalshave. Nëse ndrohen njerëzit thuan ndrohet filoni me filonin. Kështu që dihet për çka përdoret tok fjalshi, dihet ajo tjetra. Kështu që unë e shoh problematike në këtë kuptim, ndrimin e antarëve në këtë mënyrë kur kena na një vendim të gjykatës kushtetuese që tregon që duhet të pas arsye individuale. Prandaj për këtë arsye na nuk e përkrahim këtë formë të ndrimit të komisionit. Faleminderit kryetare.